Atë përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit që ndodhe dhe ju së bashku me ekipet e Bashkisë Lezhë sot në terren për të parë nga afër të gjitha familjet që janë të prekura nga moti i keq, që në momentin që situata e rreshjeve të dendura ka përkisuar situatën në njësitë Shënkoll, Zejmen, Kolsh dhe në të gjithë bashkinë e Lezhës, të gjitha ekipet e Bashkisë Lezhës 24 orë në 24 orë kanë qenë në mbështetje të familjeve në nevojë dhe siç jeni përgjigjësuar gjatë gjithë kohës edhe ju. Momentalisht ne jemi në njësinë e Kolshit, në fshatin Barbulloj, ku mbështesim familje. Deri tani janë mbështetur 150 familje në njësinë e Shënkollit, 100 familje në njësinë e Kolshit, 60 familje në njësinë e Zejmenit. Përveç të tjerave janë mbështetur me dengje bari dhe me ushqime për kafshët, afërsisht deri tani 100 dengje bari dhe 2 ton ushqime për kafshët. Bashkia Lezhës me të gjitha ekipet e veta është në çdo moment në territor. Në momentin që situata u përkeqësua, pasi ju e dini që Bashkia Lezhës ka pakë ushqimore për familjet në nevojë, direkt janë bler pakut e para se të na vinin pakut të mbështetje nga rezervat e shtetit dhe janë shpërndar me ushqime siç i kanë dash familjarët në ato momente, familjet e para që ishin me ujë. Aktualisht sapo na kanë ardhur pakut të tjera të blera nga Bashkia Lezhës dhe janë magazinuar, pra çdo familje që do ketë nevojë për mbështetje, Bashkia Lezhës do të jetë pranë dhe të gjithë ekipet tona do të jenë aty për ata për të mbështetur për çfarëdo lloj nevoje që të kenë. Shpresojmë që sa më shpejt të ndalet koha dhe të kemi përmirësim të situatës dhe të largohet ky ujë pasi ju situatët e pat vetë aktualisht. Faleminderit. Si është situata sot? Çfarë problemi? Situata jinte e pasës është. Tani me thënë se nga ka bërsh kushnes, nga ka menja jonë, që kemi arë mi plasë i herë e para. E dita në shteti duhet se ndas kemi hi ka për shef, vesh për halë. So, për me që puna për kështu për shef, kishëm zanë që kësëm ka puj, e ka rejnë njërëzit, e rejnë peshku, rejnë bretkocka, rejnë shakajte, dreshi se mërveshte. Mëni nga ka bërsh në shteti pak. Plasi argjenatura. Po pse plasi të është në kjo argjenatura? Apo se shkojnë njërzit me skavatorë, të marrë dhe me mosh venet e veta, e në belset ajo. Një kjo urë këto, e ka lëshue kandidati i Partisë Demokratike në ko fushate. Për me dzerë gjanë zëtni, ka fut 3 turbina. Turbinat nuk i ka pëthit. Turbinat për me dzerë urën gjanë, mas me shpenzu turbina, godion, ajo urë për fushat ka qënë, i ka lën lërgës. Kura mush, materiali ka rabë në turbinat. Edhe 3 herë i kam shku administratorit, 3 herë. Ashtë ura e mushme me material. Problem kam pas që do 4-5 dhej. Më kanë pranu gjenja 20 kile koncentrat. Falimine, pa. E në për ato hadresh, s'kam që angusht. Po mi kanë pranu faliminers. O, s'kam, si me thanë nej. Po zona këtu, qa probleme shko? Zonat, ta në probleme diko. Aktualisht, qa? Po një pjesë kanë për shembull që janë dizoluar, se unë i kam pa marrë masat me ato mundësitë e mia. Po një pjesë janë baknuj, kret. Aja është nuje, një që për te është nuje, ki qetri këto anë nuje. Ka në halë. Me që apona, për shembull, një ndim të vogël, a ka levisa, a shkut ju a që. A mund hita që jo. Çfarë nime duhet? Po di pako, për shembull, siguria pravës. Që të rnim, që keni mi, mo? Një nim vogël. Faleminderit. Italisht, po. Po, se o merr kush, as kuj. Shkreti popull nga me. Për një thumë, është e kota i
Hajde se do hi unë do t'i mimoj pak me shumë. Të që hapën një pak për mos e zhënë. Hajde të mimoj. Mimoj unë. A mundesh? A kena tjetër ka atje të mundale? Po sa të ardhë kush, se për të ardhë jo, po sa nuk ka të ardhë kush. O ka po damet mëdha? Ja, shumë dame s'ka bon, po dam jeshi si e nuj. Po qa kim për të bon? Se ma bani këtë numër në vetë 20 euro shënkollit, mërë, po e më rrogu. Jo. Gjanë do m'ja vanë ku gjallit? Jo. Gjire, që të dojle kita, unë kam të që, po si që këto. Magazin madhe, ka hi ujë. Hala ka uja? Asa, të ketë pakën të ketë. Hajde, zotit. Zotit një mirë. Inshallah Jo, sama. mira. Hajde, zotit. Zotit një mirë. Inshallah Jo, sama. mira. Ke ka luni?